Mbrojtja e grave të cilat janë të ekspozuar andaj dhunës në familje është sfidë me të cilën po përballen institucionet e Kosovës. Rasti fundit i vrasjes së Zejnepe Bytyqit nga Suhareka ishte dështimi i radhës i policisë dhe organeve të drejtësisë. Misioni i OSBE-s në Kosovë dje ka publikuar një raport për këtë rast, me rastin e ditës ndërkombëtare për eliminimin e dhunës ndaj gruas. Autori i këtij raporti, Ralf Bunch, në një intervistë për Kallzo.com, shpjegon hap pas hapi dështimin e institucioneve në mbrojtjen e saj dhe vënien para drejtësisë së kryesit të dhunës. Është rast i vështirë dhe nuk është hera e parë që ne shohim që këto gjëra ndodhin në Kosovë. Kjo tregon që dhuna në familje është problem që po vazhdon edhe autoritetet kosovare po dështojnë mbrojtjen e grave, ndaj të cilave ushtrohet dhunë në familje dhe gjithashtu për t'i ndjekur penalisht ata që ushtrojnë dhunë. Një gjë që duhet të kujtojmë është që policia është aty për gratë që janë të prekura nga dhuna në familje. Nuk duhet t'i dekurajojmë ato gra që janë të prekura nga dhuna që t'i raportojnë rastet e tyre tek autoritetet përkatëse dhe nëse ka problem si në rastin e Zejnepes. Referua rastit të sëndjerës Zejnepe Bytyqi, e cila u vran nga burri një muaj më parë, Bunch thot që puna e policisë nuk përfundon me hapjen e rastit. Sipas tij, ai duhet të procedohet tutje. Ky nuk është rasti i vetëm. Çfarë shohim është që ka ende incidente në dhunën në familje dhe raportimi i kësaj dhune po rritet secilin vit. A nuk kupton që ka më shumë raste të dhunës në familje, nuk e di, por ka mundësi që gratë ndihen më rehat të raportojnë dhunën që ushtrohet ndaj tyre. 80% e rasteve që janë raportuar janë nga gratë. Duhet të dimë që dhuna në familje nuk ka të bëjë vetëm me dhunën ndaj gruas, por edhe me dhunën ndaj fëmijëve, tezeve, gjyshërve dhe secili që jeton në ambient familjar. Duke ju referuar raportit, ai tha se nuk janë ndërmarrë hapa të mjaftueshëm për ta mbrojtur atë dhe për të hetuar pretendimet për dhunë në familje të ushtruar nga bashkëshorti i saj, edhe pasi kishte ofruar dëshmi se ajo dhe vajza e saj 11 vjeçare i ishin nënshtruar abuzimit në mënyrë të përsëritur. Njëra prej gjërave më të rëndësishme është që për vite njerëzit e kanë cilësuar dhunën në familje si një çështje të drejtave civile dhe policia ka përgjegjësitë e veta në këtë. Kur dikush raporton dhunën në familje, policia ka përgjegjësi që të marrë masa mbrojtëse ose ta raportojë këtë rast te autoritetet e tjera që të kërkojnë masë mbrojtëse për të siguruar mbrojtjen e grave. Zejnepe Bytyqi është vrarë më 23 tetor të këtij viti nga burri i saj, ndërsa vajza e saj 11 vjeçare ka mbetur e plagosur nga sulmi i asaj nate. Vite më parë, burri i Zejnepe Bytyqit ishte dënuar me vetëm 6 muaj me kusht, pas raportimit të disa hershëm të saj për dhunën që ka ushtruar në familje. Në këtë rast, ata do të duhet të reagonin shpejt, duke hapur rast hetimi për sjellje kriminale, dhe kjo nuk ishte bërë. Është nevojë që kur dikush shkon në polici, duhet të ndërmiren disa hapa dhe nuk duhet të shikohen gjërat në sens kaq të ngushtë.